Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Sporton është një emision sportiv me sporte të shumta, me sportistë jashtëzakonisht sportiv. Të cilët me shumë sportivitet do të shpërfaqin aftësitë e tyre sportive nëpër sportet respektive. Sporton. Shtunë dile. Check it out. Mirë se vini në kuadër të intervistave në Sporton në Urban FM në 103.5 e po ashtu intervistat tona mund të ndihni në kanalin tonë zyrtar në YouTube edhe në faqen tonë në Facebook. Sot do të flasim me Oltion Beshirin, handbollistin e klubit Prishtina, edhe kemi çka me fol sepse gjatë kësaj jave është themelu asociacioni i klubeve të Prishtinës. Por kemi me fol normal edhe për handboll sepse muaji mars po më mendja që është muaji i handbollit me shumë aktivitete ndërkombëtare sidomos tek reprezentacionet. Oltion, mirë se ke ardhur dhe faleminderit që je pjesë e emisionit. Mirë se gjeta joni, faleminderit shumë për ftesën edhe për mundësinë me fol për handbollin. Sigurisht hapësirë për çdo sport munduam me ja, po nisim pak me këtë pjesën e muajit mars që mund me thonë po dallohet ose është muaj e kam thonë edhe me selektorin e po ashtu edhe me kryetarin e rinj të Federatës së handbollit, me shumë aktivitete. Kemi kombëtarën e Kosovës A që i ka dy ndeshje shumë të rëndësishme, po ashtu i kemi edhe në 19 nëse s'gaboj. Në përgjithësi qyshe e vlerëson që proces më duket që ka një ngritje sidomos te pjesa e reprezentacioneve që është shumë e rëndësishme edhe në prodhimin e kombëtarës së. Po normalisht edhe ndeshje ndërkombëtare, mirë po edhe turnira ndërkombëtar që kampionatet që mbahen në Kosovë i japin Kosovës edhe handbollit Kosovës një shtytje për me u fuqizu qoftë në arenën ndërkombëtare, mirë po edhe në arenën vendore. Pse në arenën vendore është për shkak që çdo kampionat që mbahet është një mundësi e mirë për 33 të Kosovës të vendit tonë me shku mi pa ndeshje ndërkombëtare edhe me pa që me handball munden me arrit edhe me qenë pjesë e klubeve ndërkombëtare, pjesë e përfaqësuesës, mirë po edhe do të kenë mundësi që të udhtojnë për kampionate ndryshme. Kurse pse ndërkombëtare është që tani disa vite Kosovës, në këtë rast Federatës të handbollit Kosovës po i besohet me organizimin e disa kampionateve, sidomos për gjeneratat e reja, të cilat kampionate gjatë këtyre viteve të fundit janë organizuar me shumë sukses. E kemi edhe këtë kampionatin interkontinental që është zhvilluar në Kosovë, i cili normalisht e tregon që Federata Ndërkombëtare e Handbollit, mirë po edhe Federata Botërore e ka edhe evropiane dhe ndërkombëtare ka një respekt madh për organizimet që po mbahen në Kosovë. Normalisht kjo nuk ka qenë një rrugtim i lehtë për me marrë përsipër organizimin e këtyre kampionateve, për shkak që kërkon shumë punë, shumë angazhim, shumë staf, edhe pjesa logjistike është shumë e vështirë, sidomos pjesa e ardhjes së përfaqësuesve nga shtete të ndryshme, kështu që kjo tregon se në pjesën organizative jemi shumë mirë. Nëse kthehemi në pjesën e lojës, ne kemi pa një ngritje të mirë të gjeneratave të reja të Kosovës, ndoshta jo shumë për fajin e klubeve, ndoshta edhe për shkak të tubimeve të shumta që janë organizuar prej gjeneratës time, do thotë prej para 20 viteve, e kjo ka vazhduar edhe më tani. Mirë po ka edhe disa klube që kanë investuar shumë në gjeneratat e reja, gjë që po i tregon edhe rezultatet. Normalisht ne jemi pjesë e grupeve të shteteve të cilat janë në zhvillim të handbollit. Na duhet shumë punë për të shkuar tek shtetet të cilat janë ta quaj ashtu në ranglistën e parë në kampionate botërore dhe evropiane, mirë po Kosova ishte pjesë e kampionatit botëror në Span, ka treguar ndeshje të mira, mirë po na duhet shumë për me punu që të kemi rezultate pozitive edhe ta kemi një përfaqësim sa dinjitoz po ashtu edhe të suksesshëm. Po mendoj që dhe po bëhet punë e mirë që thellë ti sidomos në pjesën tash kemi njoftuar që ka me qenë edhe pjesë e programit shkollor handbolli, pak do të edhe mi ngacmu gjeneratat e reja, jo vetëm me sportin e handbollit, por me gjitha sportet, për shkak që teknologjia sa ka një përparësi të mirë, në anën tjetër i ka edhe disa themi, hajde nëse më shpej kështu, defekte në kuptimin sidomos psikologjik edhe ndoshta fizik. Ulti po kalojmë pak tek Prishtina, që është gjendja te Prishtina, a janë duke ecë punët që nështë është planifiku pak a shumë, edhe ku qëndron Prishtina në këtë sezon momentalisht dhe i sa po flasim? Prishtina është fazë tranzicioni, e tha edhe ma herët që në kryet Federatës të handbollit ka ardhur ish kryetari i klubit të handbollit tani disa vite Edi Kolgeci,
Edhe ju ka dobësu pak, po besoj. Edi ka bo një punë shumë të mirë në Prishtinë, e ka mbajt grupin aktiv, ashtu siç kemi qenë. Unë kërëm këthy në vitin 2018 prej angazhim tem në Kroaci, kur kom marrë në Kosovë dhe jam njoftu kështu për herë parë me Edin, e kom pa që kemi të bëjmë me një president i cili e ka një plan, e ka një dëshirë për me kontribu në handball. Jam shumë i lumtur që kjo është konkretizu këtë vit me ardhen e tij në krye të Federatës të handballit. Sigur handballi nacional edhe Prishtina ka nevojë për shumë punë. Sidomos gjitha klubet janë tu çalu tek ligji për sponsorizim. Kjo është një temë cilën e di që te ke shty përpara gjatë angazhimit ton, mirë po kjo është një temë e cila realisht asnjëherë nuk po përfundon dhe realisht nuk po shkon aty ku duhet. Kur po them nuk po shkon ku duhet është për shkak që bizneset ende e kanë frikën nga ligji për sponsorizim, edhe pse është një ligj që i favorizon, edhe pse është një ligj cilin gjitha dokumentet për ligjin për sponsorizim i përfundojnë klubet, do të klubet e marrin përsipër rregullimin e dokumentacionit edhe në këtë rast edhe për biznesin, mirë po prap jemi tu has në një mur përpara cil bizneset po hezitojnë për me sponsorizu. Normalisht handballi është një prej sporteve e cila nuk ka marrë shumë prej ligjit për sponsorizim, e kemi në këtë rast për shembull futbollin edhe basketbollin, cilat ligjin për sponsorizim paktën bizneset që të shfrytëzu maksimalisht, normalisht edhe për shkak të reputacionit që e kanë si sporte qovë ndërkombëtare, mirë po ajo çka jemi të bënë në Prishtinë, thash ne jemi në një fazë të tranzicionit, po besoj që kryesia e re e klubit do të formalizohet shumë shpejt. Na veç tash e kemi një kryetar në detyrë, me cilët po mundohemi që deri në fund të kësaj sezone, për shkak që zgjedhjet për federatën mbajten në mes të sezonit edhe normalisht është pak e vështirë kur kryetari i klubit largohet në këtë kohë. Mirë po ne jemi një klub që funksionojmë si familje, ne jemi një klub që pa marrë parasysh ai lojtar apo jenë pjesë e kryesisë klubit, gjithë angazhohemi që klubi të ecë përpara edhe po mundohemi që me atë sa mundemi që asgjë mos mbetet qoftë në aspektin financiar, mirë po edhe në aspektin teknik që mos kemi probleme, sepse kjo është koha kur këto probleme shfaqen. E përmendën sportin në shkolla, ne shumë shpejt me Prishtinën do të lansojmë thirrjen e re për akademinë e klubit. Akademia e klubit Prishtinës është prej akademive më të suksesshme në Kosovë, për shkak që shumë lojtarë që kanë qenë pjesë e Prishtinës, pjesë e akademisë Prishtinës, tani janë pjesë të klubeve ndërkombëtare ose kemi qenë pjesë e ekipeve në përbot, edhe kjo tregon që akademia ka qenë e suksesshme, kështu që ne shumë shpejt do të lansojmë thirrjen ku presim një bashkëpunim shumë të madh, sidomos prej arsimtarëve të edukatës fizike, që janë kështu se informat dikon 50 deri në 60% arsimtarët të edukatës fizike në Prishtinë janë ish handballist, edhe ish trajner të handballit, kështu që na po presim me bëni bashkëpunim me ta që t'i gjejmë talentet më të mirë nëpër këto shkolla, edhe t'i afrojmë ata në handball. Jo domosdoshmërisht me qenë handballistë të suksesshëm, mirë po prapë kthehen ata ajo që tha ti që tha shumë mirë është që teknologjia jo gjithmonë është e mirë, edhe në këtë rast nëse ne paktën provojmë për me vendosë handballin si një prej aktiviteteve jashtë-shkollore për tri që kemi pasur, që ke pas ti, që kanë pas shumica e gjeneratës tonë, atëherë kemi arrit me bëu diçka. Sa i përket ekipës seniorëve, ne kemi një ekipë relativisht re, pjesë e ekipës të parë ne kemi 4-16 vjeçar, që tani janë pjesë edhe janë duke mbajtur barrën e ekipit. Normalisht edhe unë ende jam handballist aktiv në rolin e veteranit. Kështu që jemi në vendin e 4, thuja se kemi siguru pjesëmarrjen në play-off, për dallim prej vitit kaluar që ka qenë një prej viteve më të këqija në histori të klubit për shkak të rezultateve, këtë vit jemi shumë më mirë. Sfida ka shumë, sidomos me pjesën e Pallatit Rinis, cilin më shumë po shfrytëzojnë të tjerët se sa klubet. Është një prej sfidave kryesore që kemi, mirë po edhe aspekti financiar është një prej sfidave të cilat po na godet thuja se çdo vit. Po besoj që kena me fol në një rast tjetër veç se për Prishtinën, arsyeja pse po besoj kena me bëu këtë bashkëbisedë është diçka që po ndodh për herë të parë në Kosovë, thash edhe në fillim, është bë asociacioni i klubeve sportive të Prishtinës, ku ndërthurën pra ekipi i handballit të Prishtinës, ekipi basketbollit, janë edhe ekipet e futsallit, volejbollit nëse nuk gaboj, edhe kjo
ndoshta është një hap ulti në ato çka e kanë klubet e mëdha, domethënë si organizim. Cilin do klub që e përmendim që është gjigant, si për shembull Real Madrid ose Barcelona, i kanë në degat e tyre të sporteve respektive. Tregona fillimisht ka qenë edhe një konferencë për media ku kanë ardhur ose kanë qenë prezent të gjithë akterët e klubeve ose sporteve përveç futbollit prezent, edhe kanë zgjedh Bleran Stavilecin si kryetar të këtij asociacioni ose si më thon klubeve sportive të Prishtinës. Çka ka në këtë marrëveshje? Faktikisht pse konftu Olti është që sporti si handbolli sigurisht që ka nevojë me përfitu për kësaj pune në kuptimin ato që e përmend edhe sponsorit edhe gjanave tjera organizative, ndoshta edhe për përvojave të klubit basketbollit apo klubeve tjera. Po në përgjithësi fillim tregona çka ka me përmbajt çaja marrëveshje mes klubeve cilat i përmenda. Çka është thënë thelbi i krejt këtij organizimi? Po joni, bashkëpunimi i klubeve sportive të Prishtinës është një ide e cila thuja se daton më shumë se 2 vite. Ne gjatë gjithë kohës kemi bashkëbisedu me klubet e tjera se çka mundemi me bo bashk, sidomos në 2 pika. Pika e parë është bashkëpunimi me komunën e Prishtinës, për shkak që ne jemi të gjitha si organizata jo qeveritare të regjistruara, atëherë dihet se donatori kryesor për shumicën e klubeve të Prishtinës është komuna e Prishtinës, përmes sponsorizimit që ata e kanë, do të thotë subvencioneve që ata i japin për klube, edhe pjesa e dytë është Pallati i Rinisë si shtëpia jone parë për secilin klub ku ne i zhvillojmë aktivitetet tona, për cilën kemi me diskutuar mandej se ku çalojmë. Do të thotë si ide ka lind shumë moti që të kemi një asociacion, një organizatë, një shoqat, cila do që është mundësia për me u bashku gjitha klubet bashk. Këto e kemi zyrtarizuar në fund vitit kaluam, në fillim të këtij viti, ku 7 klube, do të thotë 2 klubet e basketbollit, 2 klubet e handbollit, 2 klubet e volejbollit dhe klubet e futsallit janë bashkuar në një asociacion të klubeve sportive, i cili asociacion e ka për qëllim që t'i shtyjë përpara edhe t'i rikthej namin klubeve të Prishtinës. Tash kur them namin klubeve të Prishtinës, po e them për shkak që viteve të fundit klubet e Prishtinës nuk është që kanë pas suksese të mëdha, edhe këtu ka lindë edhe ideja që ne çka mundemi me bë bashkarisht që ta shtyjmë përpara klubet e Prishtinës, qoftë komuna, qoftë Pallati i Rinisë, mirë po edhe tek sponsorët potencial që ne i kemi. Çdo klub e ka përfaqësuesin e vet në bordin ekzekutiv të këtij asociacioni. Ky bord, në cilin jam edhe unë pjesë, e kemi zgjedh për mandatin e parë si kryetarin e klubit të basketbollit zotëri Bleran Stavileci, i cili para bordit ka paraqitur edhe planin e tij edhe vizionin për këtë asociacion. Do të thotë ideja, nëse e kthejna kështu në terma shumë praktik, është që tani ne të përfaqësohemi si klube, qoftë donatorët, qoftë komuna, qoftë Pallati i Rinisë. Çdo klub e ka pavarësinë e vet, të logos, të donatorëve individual që mund vinë, për shembull, Joni dëshiron vetëm me sponsorizu vetëm klubin e handbollit Prishtina, është absolutisht e lejueshme. Mirë po, bashkarisht do të luftojmë edhe do të provojmë që të shkojmë tek donatorët potencial. Normalisht për një kompani është shumë më mirë me i sponsorizu 7 klube dhe logo e një XY kompanisë me u shfaq tek 7 klube, se sa të shfaqet vetëm te një klub. Jemi në ditët e para të asociacionit, jemi duke finalizuar zyrat, jemi duke finalizuar edhe komunikimin me publikun, veç i kemi filluar aktivitetet e para që do të thotë takimet me akterët kryesor, qoftë komunal, qoftë pallatit, mirë po edhe bizneset potenciale. Ditët e para po doken shumë të mira, është prit shumë mirë, sidomos nga tifozët më të mirë në botë plisat, është prit shumë mirë kjo iniciativë, për shkak që gjitha klubet jemi të bashkuar, edhe çka është një shumë e mirë janë, për shkak që edhe ti thon kështu jemi ekspert marketingut, tash tutje çdo ndeshje e cila është e rëndësishme do të publikohet nga gjitha klubet. Do të thotë promovimi për një ndeshje të handbollit do të bëhet nga klubet e volejbollit, basketbollit, futsallit. Do të thotë Dana Sjelltas, edhe kjo është e mirë për shkak që edhe e rrit numrin e shikuesve. Për shembull, handbolli, po flas me që jam edhe unë pjesë, viteve të fundit është tu çalu shumë në pjesën e shikuesve, për shkak që kemi mungesë të shikuesve.
për arsye që kemi mungesë të promovimit të mjaftueshëm tek njerëzit e Prishtinës. Edhe Prishtina Lit kam pak problem kështu më ardh në pallatin e rinis për ndeshje të handbollit edhe voleybollit, kështu që çka kemi me bë bashkarisht është që kemi me luftu edhe këtë pjesën e promovimit të sporteve tek njerëzit që një çtunë një diel ta kalojnë në pallatin e rinis edhe arktim, mirë po edhe sport. Ajo shumë e rëndësishme. I përmene disa pika kryesore, ato që ka prezentuar edhe Blerandi, cilat kanë me qenë, themi, rezultatet e kësaj ulti. Besoj keni diskutu çka synohet. E përmende rritja e marketingut, e shikueshmërisë, po ma mërmenja që edhe ka me qenë një shtys në organizimin e përgjithshëm të sporteve të Prishtinës. Qyshe shet ti këto si vizion. Pastaj du me dal te kjo pjesa edhe logos, është bon një logo e përbashkët. Mirë po kemi diskutuar edhe mungesën e ndoshta klubit kryesor që është edhe futbolli. Po cilat mujnë me qenë pritshmërit rezultatet e kësaj për krejt këto klube dhe sporte? Po asociacioni i klubeve të Prishtinës është i bazuar në një business plan ose në një histori suksese në klubet e mëdha. E përmende edhe ti, për shembull Barcelona, Sportingo, edhe ka shumë klube në botë cilat funksionojnë në këtë mënyrë. Po në këto shtete klubet janë biznese, edhe funksionojnë ndryshe, funksionojnë si biznese, kurse në Kosovë e thash edhe më herët që ne 7 klubet jemi organizata jo qeveritare ose regjistrimin e kemi të tillë, kështu që funksionojmë në një format tjetër të organizimit të brendshëm. Mirë po synimet e thash janë qarta që ne si grup i sporteve ti targetojmë këto pjesë kryesore ndoshta ku edhe i kemi problemet kryesore. Për shembull, problemi me pallatin e rinis është një problem që unë këtë vit i kam bërë 20 vjet karrierë në handball dhe unë që 20 vjet e kam problemin e njëjtë. Pallati i rinis është në zonën me aktivitetet që totalisht nuk kanë lidhje me sport. Ne lutemi që mos ketë fushata zgjedhore për shkak që Pallati i rinis është totalisht i bllokuar me fushata zgjedhore. Ne lutemi që të mos ketë aktivitete tjera ose sporte të tjera për shkak që Pallati i rinis është gjatë gjithë kohës i zonën. Kështu që ne Prishtina e ka mbi 200 klube, edhe thuja se shumica prej tyre përdorin pallatin e rinis si qendër, kur ne e kemi një tetor i cili është dikon 80% kohës i lirë, mirë po nuk mund ta shfrytëzojmë. Kështu që kjo është edhe një prej problemeve që na kemi mundu si asociacion me shtyp përpara dhe me pase e kemi një sallë e cila është shumë e mirë, po e cila nuk është duke u shfrytzuar nga klubet. Kjo është sa e përket sallave. Sa e përket komunës edhe subvencioneve që ata japin, komuna gjatë gjithë kohës shpall thirrje ose çdo vit shpall thirrje për subvencionimin e klubeve të Prishtinës, cilat do qofshin ato të gjitha sporteve. Mirë po ajo çka kemi me bë tash ndryshe është që na kemi me apliku si grup për subvencionimin e 7 sporteve ta quaj kështu kryesore në komunën e Prishtinës, edhe normalisht që kjo është një lehtësi për komunën për shkak që 7 klubet kryesore i kanë në një pako të veçantë të cilën mundet me sponsorizu pa i dëmtu edhe klubet tjera të vogla si ping-pong ose çdo klub bokse, judos ose cili do klub tjetër që është. Edhe problemi i tretë, cilin kemi mundu me evitu, është tek bizneset e mëdha që dëshirojnë me sponsorizu në këtë rast asociacionin. Ne njënën anë të dresave do ta dedikojmë për logot që i dedikohen sponsorizimit të klubeve sportive Prishtina, kurse në anën tjetër do të kemi sponsorët individual që do ta përkrojnë njërin për klubeve cili do qofta e. Kështu që këto janë 3 pikat cilat ne do të mundohemi. Normalisht fokusi kryesor edhe që mendoj që është edhe i klubeve individualisht, mirë po edhe i klubeve sportive, është përkushtimi tek gjeneratat e reja edhe zhvillimi i akademive të klubit, të cilët këto do ta bëjmë bashkarisht me drejtorinë e arsimit të komunës Prishtinës, pasi ne kemi dërguar edhe një plan. Joni sa për informat, shumica e shkollave të Prishtinës, të cilat kanë salla sportive, mas orarit të shkollave, sallat janë të lira. Kështu që ne do të mundohemi që të kemi aktivitete të sporteve tona për nxënësit e shkollave respektive
pas orarit të shkollave. Tash për si shembull kështu për ata që janë duke pa këtë intervistë, nëse e kemi një orar të lirë prej orës 5:30 deri në ora 7 në shkollën model, po e marr si shembull, ne do të ftojmë gjithë trit e shkollës model që të bëjnë pjesë e stërvitjeve të handbollit në atë orar. Jo, nuk është e domosdoshme me u regjistru, çka është e domosdoshme është me kalu një orë gjys tu e provu handbollin. Ndoshta aty është talenti i ardhshëm, ndoshta në çat stërvitje një orë gjys është lojtari më i mirë në botë i ardhshëm. Kështu që jo vetëm handball, gjitha sportet kanë me u involvu në sportin shkollor, e tha edhe ti shumë mirë në fillim, e ardhmja është në shkolla. E ardhmja është në shkolla, gjenerata jam edhe jotja, kështu orën e edukatës fizike kemi pas një top, edhe i kemi kalu që aty 40 minuta, kështu që tash çka po pretendojmë na me bo është me shku me një plan veprimi se qysh me integru shkollat në aktivitetet tona, mirë po edhe aktivitetet tona në shkollat cilat kanë fusha sportive, cilat janë shumica prej fushave sportive janë fantastike. Çka po du me diskutu ato që e tham dhe është shembull prej klubeve të mëdha, klubet cilat e përmendëm si Benfica ose Barcelona e tjerë, Beşiktaş, Galatasaray, këto janë komplet në një logo, Altjan. Sigurisht edhe në umbrellën e një bordi edhe presidentit përgjithshëm. Pra, presidenti që ka pezojnë futbollin është president realisht i krejt klubeve, po i ka në ndekt, domethënë është i handbollit, është i sporteve tjera. A mundet kjo mu realizu në një të ardhmë metafort, sepse realisht nëse ju prezanton njerëzve, i thu klubi handbollit Prishtina, ose i thu edhe klubi basketbollit Prishtina, edhe klubi futbollit Prishtina, të trijat e kanë logon e veçantë, secila për veti që e simbolizon. Ndryshe për këtyre klubeve që i përmendëm. A mundet me qenë kjo një iniciativë ose një punë që mundet me u arrit që kjo? Me thonë me kohën tamam kur e din çka është klubi i Prishtinës e simbolizon një logo. Nuk është e rëndësishme ka me qenë çka që ka klubi i futbollit e basketbollit e tjerë. A mundet me mri deri në çet nivel organizimi i sportit te na ku ndoshta 7 klube kanë me qenë tamam Prishtina dhe ka mu di që është Prishtina realisht, sepse që për shembull në futsal e ki Prishtina Zerrëne, ki Prishtina me një sponsor e tjerë, pra realisht këto ndoshta qytetin e përfaqësojnë me gjithë respektin, po nuk e kanë çat logon që tash ju e keni bërë përbashkët ekstra për i logove që i keni. A mendon që mundet me realizu ky san me këtë projekt? Apo është e vështirë, çush me thon bashkëpunimi mes themi bordeve të sporte ndryshme me njëra tjetrën? Jo, mendoj që bashkëpunimi mes bordeve ky grupim e ka vërtetuar që nuk është i vështirë. Normalisht duhet me pas dëshirë, duhet me pas vullnet edhe duhet me pas një plan për të ardhmen. E thashë më herët, po e përsëris, dallimi mes klubeve ndërkombëtare si Barcelona, Benfica dhe klubeve të Prishtinës është funksionimi i brendshëm. Do thotë ne funksionojmë si OJQ. Realisht OJQ-ja nuk ka president, edhe nuk ka kryetar, nuk njihet si titull, por ka drejtor ekzekutiv. Nëse ne e kthejmë në tema praktik të ligjit edhe të regjistrimit të OJQ-ve. Kurse Barcelona, se po e marr shembull Barcelonën, është që është një biznes plan cilën unë e kam shikuar shumë edhe kam mësuar shumë prej saj, funksionon në terma të biznesit. Do thotë ka kryetar të bordit, ka kryetar, ka drejtor sportiv, edhe shumë pozita të tjera, të cilat edhe nën drejtorët për klubet respektive. Shkrirja brenda një biznesi, që në këtë rast duhet nëse shkrihet ndonjëherë të jetë brenda një biznesi, unë mendoj që nuk është e pamundshme, mirë po kërkon shumë angazhim, kërkon shumë kohë, për shkak që nuk është e lehtë. Nuk është e lehtë, tu e marr parasysh faktin që ka njerëz që kanë kontribuar vite të tona angazhim tepër të madh për me kriju një klub, që në këtë rast po them, po nisna prej handbollit, është klubi i handbollit, edhe shkrirja në një ombrell tjetër normalisht nuk është e lehtë. Mirë po nuk është e pamundshme, po them e kemi vërtetuar me këtë organizim. Realisht asociacioni i klubeve të Prishtinës i ka 2 logo. E ka logon e vet, e cila është një logo fantastike, i cili ka 2 shkronjat për, do thot Prishtina, edhe normalisht nuk ka se si me mungu aty edhe plisi, që është simboli i joni, i cili është i jashtëzakonshëm. Mirë po edhe çdo klub e ka për obligim, do thot me vendos logon e asociacionit, mirë po edhe me vendos logon e klubit
që përfaqësohet që në këtë rast për shembull klubit handbollit Prishtina. Kështu që për më u kthy pyetjes tonë nuk mendoj që është e pamundshme, mendoj që kërkon shumë angazhim. Këtë rast arsyeja pse për momentin nuk është klubi i futbollit Prishtina është vetëm statusi i tij, i cili është status do thotë biznesit. Edhe ne gjitha jemi bashku si OJQ brenda një asociacioni, sepse edhe asociacioni ka këtë regjistrim, do të duhet të regjistrohet tek zyra e OJQ-ve. Mirë po, një prej takimeve të para që kemi me zhvillu në ditën vazhdim do të jetë me kryesinë e klubit futbollit Prishtina, cilët po ashtu unë personalisht mendoj që janë të bo punë të jashtëzakonshme, sepse për dallim prej klubeve tona që jemi pak më të vogla, ndoshta basketi dominon, mirë po nuk është e lehtë me udhëheq një klub të futbollit, sidomos një klub që garon në arenën ndërkombëtare, tu e pa marr parasysh edhe rëndësinë e futbollit, mirë po edhe numrin e njerëzve që shikojnë. Kështu që në një të ardhmen nuk e di ato të bëhet, tash nuk po jap as premtim si antar i bordit, mirë po nuk është e lehtë, po them sidomos për aspektin e veprimit edhe aspektin praktik funksional, mirë po nuk është e pamundshme, gjitha klubet po them është një biznes plan i cili është vërtetuar që mund të jetë i suksesshëm. Kështu që nëse neve që kopjojmë një biznes plan të një klubi të suksesshëm ose i sjellim ekspert prej një vendi në një vend tjetër, atëherë ne kuptojmë që është lehtë e realizueshme. A do të bëhet? Mbetet mu po qysh po funksionon njerë si organizat. Edhe mandej besoj që secili klub e rëndësishme është që secili klub e ka vendimin, mund të marrë vendim pavarur çdo moment largohet nga ky asociacion, për shkak që ky është bëu për një interes përgjithshëm edhe një sukses përbashkët. Mirë po nëse funksionon, pse jo në të ardhmen ta provojmë edhe të shkrihemi brenda një bordi në brenda një që i përfshin gjitha klubet e Prishtinës. Këto pse po përmendi, realisht Olti është se nuk ka një them veprim t'il, hajde edhe marrim rajonin, është në Shqipni ka, po nuk është në çaj pjesa funksionale që kish dasht me qenë, a mendon se kjo kish mujt me ndryshu edhe them kështu sistemin e sportit, edhe në kryeqytet, po edhe në Kosovë në përgjithësi, kur tamam e din për shembull këto që po përmendim në një umbrellë çdo sportet kryesore se që shë thëtë, më thonë, duhet edhe investim, duhet ndryshim i shumë seneve, shtim të njerëzve për me punu, për shembull për Bayernin, punojnë rreth 2000 veta për Bayernin i cili është jo vetëm futbollit, për shembull tash handbolli është i vënshëm në Bayern, kuptimin e ekipës më i vogël, po prapë është në atë umbrell kur ka lajme e çetve faqja e Bayernit ku dalin edhe futsalli, edhe futbolli, edhe basketbolli etj. Po në nivelin e organizimit, a mendon që ka me qenë në nivel më lart edhe kjo asociacion, po nëse në të ardhmen mundet me u bë ky bashkimi i krejt e sporteve kryesore kryeqytetit. Me ndru them lojën në kuptimin. Çka shumë interesant është, Prishtina ka një aftësi që nuk e kanë klube tjera. Prishtina po voli përgjithësi krejt klubet. Edhe me ekipën më të dobët të mundshme, krejt klubet friksohen kur luajnë kundër Prishtinës. Edhe kjo çet Prishtina në një avantazh krahasu me klube tjera. Kështu që normalisht i krejt ideja edhe këtij asociacioni, mirë po edhe në rastin të ardhmen krijohet që të bashkohen këto klubet, është edhe për me ndru lojën, mirë po edhe për me qenë në një nivel tjetër. Kur po them nivel tjetër është arena ndërkombëtare. Domethënë unë kam diskutuar edhe brenda bordit edhe në takimet të cilat po i mbajmë është që krejt ideja është me depërtu në arenën ndërkombëtare. Po tash kur kthehemi tek jo dominimi domosdoshmërisht në arenën ndërkombëtare, mirë po paraqitja dinjitoze. Kur kthehemi te paraqitja dinjitoze në arenën ndërkombëtare, handbollit duhet shumë pak investim se sa që i duhet futbollit ose basketbollit për me depërtu në arenën ndërkombëtare. Volejbollit i duhet shumë pak investim se sa basketbollit edhe futbollit. Edhe kjo është ideja edhe e klubeve sportive, e këtij asociacioni, për shkak që edhe investimi nëse një biznes investon në këtë asociacion, edhe investimi te klubet duhet jetë strategjik. Duhet jetë strategjik se nuk janë financat e njëjta për me qenë kampion ose për me marrë pjesë në arenën ndërkombëtare. Besom joni, me shumë pak, kur po them pak, normalisht jam të krahasu me futboll edhe me basketboll. Handball duhet shumë investim më i vogël për me
depërtu edhe me shkëlqy në arenën ndërkombëtare. Ka shumë arsye për cilat nuk kemi nevojë me i përmend tash, mirë po duhet shumë pak investim. Në futboll, në basketbol duhet investim qindra milionsh për me edhe në rast nuk është e sigurt qoftë dominimi, qoftë suksesi në arenën ndërkombëtare. Kështu që definitivisht qëllimi është me ndru lojën, definitivisht qëllimi është me depërtu në arenën ndërkombëtare dhe me qenë paraqitja dinjitoze dhe suksesshme. Mirë po kjo duhet bëhet me një strategji të cilën ne të paktën po mendojmë se që kemi, edhe po shpresojmë që kemi me pas sukses. E mira është që në momentin që shohim që nuk kemi sukses, secili klub mundet me marrë vendimin e vet, mirë po edhe ne mundemi me ndryshu strategjinë edhe qasjen, qoftë karshi bizneseve, mirë po edhe qasjen tonë karshi asociacionit edhe bashkimit. Ma mërmene që ka me qenë në iniciativë ndoshta edhe për qytete tjera me ndu një lloj strategjie e cila besoj që edhe kish me pas një stabilitet më të madh financiar kur është në një ombrellë si më thonë e mbulojnë njëra tjetrën edhe është ndryshe kur shkon me një brand tek sponsorët ose tek investitorët. Mirë, ulti besoj që prekëm çdo pjesë kryesore sepse vetë është në fazën e zhvillimit edhe të funksionalizimit të punëve ky asociacion, po shpresoj që prapë kemi me diskutu për këtë punë kur ka hapa të tjerë. Për fund pyetjen sa i përket handbollit, për eksperiencës tonë, ke pasur eksperiencë jashtë, ata që na shikojnë, na dëgjojnë, çka ju thu e përmendën pak a shumë pse më ardh me pa një ndeshje të handbollit edhe ose më ardh një stërvitje veç me provune prej synit tam atë një sport në handbollit është atraktiv, nuk bëhet bajat kuptimi që kemi luajtur edhe sulme dhe mbrojtje, është fizik, kështu që kena shef na shqiptar domethënë me pas edhe kontakt edhe domethënë këtu janë disa pika që unë isha prej perspektivës tam. Po Olti si një handbollist me përvojë të madhe në vendin tonë edhe që tash po besoj që veç dal ngadalë ke fillu mu drejtu në aspektin e organizimit ose qëndrimit në klub në forma tjera, qysh i tërhek ose çka ju thu një djali një qike që duhet më marrë me sport. Realisht janë kështu një informat për ty, para se me qenë handbollist, unë një vetë kam qenë basketbollist. Edhe si largu me dorë ko ke kontrolli. Edhe arsyeja pse e kom ndru është çto që përmend ti aspekti fizik. Domethënë gjatë gjithë kohës unë kom dashur një sport i cili është fizik edhe mbas notit handbolli është një pjesë sporteve të vetme të cilat e angazhon krejt trupin për gjatë një ndeshje ose gjatë stërvitjes. Handbolli e përmend edhe te është sport shumë atraktiv, gjatë gjithë kohës mundesh me bëu diçka ndryshe. Një fun fact është që luhet me lepak. Shumica e njerëzve kur ju tregoj që handbolli luhet me lepak, më pyesin a ngjitni ju kur folni kështu mes vete. Domethënë ideja është që e thashë më herët që me handboll është shumë më lehtë arritja deri tek suksesi. Tash nuk po e bëj të lehtë në aspektin që në momentin që vjen ti më shpall drejtori më i mirë në Kosovë, kërkon shumë angazhim, kërkon shumë stërvitje jashtë pallatit ose jashtë fushës ku na stërvitje, mirë po numri i handbollistave është më i vogël që në këtë rast suksesin me një punë të madhe mundet me bë shumë më lehtë për dallim prej futbollit që janë me qindra akademi, kemi ne në Prishtinë tash pa mendu sa i kanë klube tjera. Në një aspekt tjetër që unë shpesh e përmendje është që regjistrimi në akademinë e klubit handbollit Prishtina është pa pagesë. Që është rol që është e rol të akademit në gjitha sportet, është pa pagesë. Ne tash e thash në bashkëpunim me Komunën e Prishtinës, stërvitjet do t'i transferojmë në shkolla, jo më në pallatin e rinis për gjeneratat e reja, për shkak që fusha është më e vogël edhe jo domosdoshmërisht kërkohen me fusha standardet e handbollit 40 me 20. Kështu që ka shumë arsye pse një i ri do të miu bashku handbolli, mirë po mbi gjitha unë mendoj që është shëndeti fizik dhe shëndeti mendor që e zhvillon handbolli, është atraksioni brenda lojës që ta ofron handbolli, është kjo dëshira për me arrit majat e suksesit, cilat në handboll
me punë dhe angazhim arrin lehtë, mirë po mbi të gjitha është depërtimi më i lehtë në arenën ndërkombëtare, për shkak që ka shumë menaxher që në ndeshje ndërkombëtare i shikojnë lojtë edhe janë ofër lojtarëve, pse jo për një transfer ndërkombëtar. Realisht transferi jam në Kroaci është bo përmes një VD-s, cilën një menaxhere në Kroaci e ka dërgu tek klubi edhe kam nëshu kontratë 2 vite. Kështu që depërtimi është më i lehtë, mirë po puna e cila bëhet deri tek një transfer i tillë është shumë e madhe, po e mira është që ne, sidomos në Prishtinë, po besoj që gjitha klubet nëpër Kosovë, funksionojmë si familje, për shkak që nuk jemi shumë, edhe ata që jemi e japim angazhimin, edhe ne mundohemi që gjithë lojtarëve, jo vetëm në aspektin sportiv, mirë po edhe në aspektin personal, t'ju ndihmojmë shumë që ata të zhvillohen, përfundojnë studimet, t'i ndihmojmë me punë ose me çka do tjetër që e kemi në fuqi në duart tona. Nuk ka sa më të mirë se me u marrë me sport, me çfarë do dhe sidomos në këtë mënyrë me armë po se ndoshta për shumë prind ngarkesa e pagesës i ndalën edhe fëmijët tyre me i dërgu në sporte ndryshme, kështu që në klubin e Ndbullit Prishtina regjistrimi është pa pagesë, falas shkoni provoni se mbase jeni një talent i arshëm i handbollit. Oltian, falenderoj shumë që ishe pjesë, po ma mërmenja që diskutuam do sane interesante, sidomos për çet asociacion i cili ka pas një konferencë për media, po jo nështë abujnë që edhe unë kisha pas shef me pas, ndoshta u dasht me qenë në një transmetim direkt i kësaj ngjarje për me kuptu realisht komplet çka ofron, po megjithatë besoj që edhe në takime tjera edhe me njerëz tjerë që janë pjesë e këtij bordi kena diskutuar që është një hap shumë i mirë drejt avancimit të klubeve dhe sporteve të kryeqytetit. Jo, le thash edhe unë që na jemi në ditë e para të aktivitetit, normalisht që tash kemi me dalë me ma shumë komunikata për media, kemi me ftu media, realisht ty mas paku të shohim si media, për shkak se je meki secilit prej neve dhe ke qenë gat neve gjatë unë prej që luajn boll të mojnë men, kështu që veteran edhe unë se ti. Kështu që na kemi mundu me qenë sa më afër njerëzve për m'ju tregu informatat e fundit për këto klubeve. Normalisht secili klub duhet me dalë me informatat e veta, jo tash asociacioni me i përfaqësu vetëm klubet dhe klubet me hesht edhe mos me bu angazhime. Bashkarisht. Mirë po bashkarisht të dalim përpara. Kështu që të falenderoj ty shumë edhe Urban FM-in për përkrajen, jo vetëm si asociacion, por unë thash që ti ke qenë që një kohë gjatë pranë nesh edhe për këtë edhe unë edhe klubi, mirë po në këtë rast po e marr lejen me fol në emër të qytetarëve të Prishtinës, ti jemi shumë mirënjohës, për gjithçka që bën për sportin. Po besoj që kjo është edhe misioni i profesionit tonë, kështu që të falenderoj edhe një herë Oltian, besoj që kemi taku prapë ishim me Oltian Beshirin, handbollistin e klubit të handbollit Prishtina, një prej 7 klubeve që tashmë është pjesë e asociacionit të klubeve të Prishtinës, pra është edhe sporti basketbollit, volejbolli, futsalli, edhe handbolli siç e cekëm, të cilat kanë bënë bashkim edhe po provojnë, do të vazhdojnë të punojnë që me shumë në nivel tjetër organizimin e klubeve të kryeqytetit edhe me rikthy namin, sepse në vitet e fundit realisht klubet e kryeqytetit nuk është se kanë dominu që shkanë bu gjithmonë pas luftës. Ka se përket kësaj interviste ne do të takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.